Për kryeministrin Edi Rama, Shqipëria duhet të gjejë ekuilibrin mes zhvillimit dhe mbrojtjes së mjedisit, duke kundërshtuar idenë se ruajtja e natyrës nënkupton ndalimin e investimeve. Në fjalën e mbajtur në edicionin e 2 të festivalit Buk e Zemër në Tiranë, Rama, duke ju referuar edhe debatit për projektin turistik në Zvërnec, u ndal te roli i arkitekturës dhe planifikimit urban në krijimin e një raporti të ri mes njeriut dhe natyrës. Mund të hedhim hapa të mëtejshëm për të provuar se ruajtja e natyrës nuk është në asnjë kohë askund një qëndrim që nuk kupton, apo që është një lloj me moszhvillimin. Ruajtja e natyrës mund dhe ka të bëjë me zhvillimin në harmoni me vetë natyrën, jo për ta vendosur natyrën në shërbim të njerëzve, por edhe për t'i vendosur njerëzit në shërbim të natyrës, shumë e lehtë për t'u thënë se sa për t'u bërë. Kreu i qeverisë theksoi se natyra nuk duhet vendosur përballë zhvillimit dhe investimeve, por të jetë pjesë e tyre. Por si të shkojmë nga të qenit i qëndrueshëm tek të qenit rigjenerues dhe ripërtëritës, si të bëjmë që të mos mendojmë thjesht, po na duhet të presim sa pemë e të mbjellim sa pemë të tjera, po jo këtu, diku tjetër, dhe si t'i bëjmë të dyja, të ndërtojmë e të mbjellim, t'i bëjmë njerëzin të ndihen të ftuar, të mirëpritur në natyrë, të mos u themi, nëse doni të jetoni me natyrën, nëse doni të jetoni me peizazhe të ndryshme, duhet të largoheni në mbrëmje, sepse mund t'i hanë ujshrit. Jo, mund edhe të flini aty në mbrëmje, mund të zgjoni po kështu në mëngjes e të punoni aty. Më herët publikoi në rrjetet sociale një mesazh të dërguar nga një qytetar vlonjat për gjendjen aktuale të zonës. Për kreun e qeverisë, zhvillimi i qëndrueshëm arrihet përmes projekteve që kombinojnë mbrojtjen e natyrës me përfitimet ekonomike dhe theksoi se debati mbi Zvërnecin duhet të fokusohet te mënyra e zhvillimit dhe jo te refuzimi çdo investimi në emër të mbrojtjes së mjedisit.